Zonja dhe zotërin përshëndetje, unë jam Thimin Samargjiu, ky është Euronews Albania, do t'jemi bashkë në orën 15 për cilët e kjo zhvillimet më të fundit, dhe padyshim kryelajmi është ajo çfarë ka ndodhur vetëm pak minuta më parë, që është duke vijuar ende, në fakt, por Rama është larguar ku grupi parlamentar i Partisë Socialiste, duke lexuar raportin e përgatitur nga Ulsim Manja, ka vendosur rrëzimin e kërkesës së SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Por për të mësuar detajet e tjera dhe një përmbledhje të fjalës të kryeministit Rama, sepse raporti u lexua me përfundimet e detajuara si në aspektin ligjor, por edhe atë politik. Kam Eksola Shev, Eksola të përshëndes, bën një përmbledhje të fjalës së Ramos. Mirë dita Thimi, një mbledhje e gjatë duhet thënë e grupit parlamentar, e cila zhvillohet çdo javë, por ndryshe nga herët e tjera për shkak të rëndësisë dhe një kërkese të SPAK që pritet të jetë e njëjtën për votim në seancë plenare, padyshim interesi ishte i lartë. Ndoqën fillimisht kryetarin e Komisionit të Ligjeve dhe njëkohësisht hartuesin e raportit të socialistëve në emër të 5 anëtarëve të Këshillit Përrregullor të Mandatet dhe Imunitetin, Ulsim Manjën, i cili për më shumë se 45 minuta listoi edhe arsyet se përse Partia Socialiste dhe grupi i saj parlamentar do të rrëzojnë kërkesën e SPAK mbritur në Kuvendin e Shqipërisë në 16 dhjetor të 2025-s për deputeten socialiste Belinda Balluku, për cilën SPAK kërkon autorizimin për arrestimin e saj. Menjëherë pas zotit Ulsim Manja ka qenë zoti Rama, i cili ka mbajtur një fjalë për më shumë se 60 minuta, ku ka mbajtur edhe ai deklarimin e tij. Ai ka thënë se nuk ka vend për zëvendësimin e masës dhe po ashtu nga ana tjetër ka deklaruar se nuk është nën akuzë as për korrupsion dhe as për vjedhje zonja Balluku. Ndërkohë duhet të theksuar fakti se zoti Rama është larguar vetëm pak çaste më parë nga kryesia e kuvendit. Mbledhja e grupit vijon në fakt për një tjetër çështje. Ndërkohë duhet të theksuar se ditën e njëjtë Thimi në rendin e ditës do të jetë si çështje e parë pikërisht çështja e kërkesës së SPAK për imunitetin e zonjës Balluku. Ndërkohë, vetëm pak ditë përpara se të përfundojë afati, siç rregulloria e kuvendit e parashikon në 16 mars, pasi kërkesa ka mbritur në 16 dhjetor. Socialistët e prezantuan sot dhe ata janë kundër kësaj kërkese dhe do ta rrëzojnë siç lajmëruan, duke marrë parasysh edhe faktin se kanë votat e mjaftueshme për të rrëzuar apo miratuar një kërkesë, duhen 71 vota. Në kuvend kemi dy kërkesa. Një kërkesë të demokratëve, e cila u prezantua përmes Gazmend Bardhit javën e kaluar, ku ishte pro autorizimit për dhënien autorizimin për imunitetin e zonjës Balluku, pra për t'i hapur rrugë arrestimit. Ndërkohë, ditën e sotme u mësuan publikisht edhe me qëndrimin e Partisë Socialiste artikuluar përmes Ulsim Manjës, por po ashtu edhe nga ana tjetër qëndrimit që zoti Rama pati sa i takon zonjës Balluku. Në fjalimin e gjatë të tij ai vlerësoi punën e zonjës Balluku si ministre, ndërkohë në të gjitha veprat që ajo ka zhvilluar dhe janë duke u zhvilluar në fakt në infrastrukturë. Nga ana tjetër zoti Rama deklaroi se në fakt fuqinë elektorale, nëse mund të shprehemi kështu, zonjës Balluku do ta shohim edhe në zgjedhjet e ardhshme, kur mos të ketë poste publike, i referohet këtu posteve në qeveri, por është vetëm deputete dhe po ashtu drejtuese politike e qarkut të Fierit. Zoti Rama e konfirmoi se zonja Balluku do të vijojë të jetë drejtuese politike e qarkut të Fierit edhe për zgjedhjet e ardhshme. Zgjedhjet e ardhshme mbahen të radhës lokale në pranverën e 2027-s. Ndërkohë, siç thash, Thimin të njëjtën në pikën e parë të rendit të ditës do të kemi këtë çështje, raportin e demokratëve dhe të socialistëve, të cilët ndajnë qëndrime të ndryshme, por janë votat ato të cilat e përcaktojnë dhe Partia Socialiste i ka votat për ta rrëzuar këtë kërkesë që duhen 71 vota. Ditën e njëjtë është lajmëruar nga Partia Demokratike edhe një protestë për këtë çështje përpara kuvendit. Ndërkohë do të shohim se cili do të jetë qëndrimi i parë zyrtar i saj. Vetëm pak çaste më pas në selinë e Partisë Demokratike, kryetari i kësaj force politike Sali Berisha do të ketë një konferencë për media dhe padyshim që do të komentojë edhe këtë zhvillim në Partinë Socialiste dhe këtë qëndrim të tyre sa i takon raportit dhe çështjes me deputeten socialiste Belinda Balluku. Po Thimi? Eksola, shumë faleminderit për gjithë detajet që sollen në këtë raportim të detajuar të asaj çfarë ndodhi për më shumë se 2 orë në ambientet e kryesisë kuvendit. Faleminderit shumë dhe të përshëndes.